cili do flet ushka, do flet votime, kështu me radhë. Pretendime se është bërë treni bullgare, kështu me radhë. Ai është prapë me një fjalë popullore është humbsi ka drejt më i dhënue, edhe ka drejt më anku. Edhe është në rregull ankohet institucionet i verifikojnë ato të ankesa, po më shumë që është verifikuar tu Faton Peci askush tjetër në Kosovë. Kështu që për mendimin tim Faton Peci është fituesi i bitejave të vështira dhe ka dalë fitimtar. Normal se cilë organet e drejtësisë kanë detyrën e vetë, kanë. Ky është një pamflet votimi që po del. Kretë këto duhet të verifikohen dhe është mirë që sistemi jonë funksionon, kemi sistemin juridik, kemi prokurorinë e pavarur, ose të paktën është dashur më në pavarur sipas ligjit të aplikueshëm. Dhe çdo ankesë është mirë që verifikohet sepse krijon besim në procesin zgjedhor dhe kjo pastaj jep shpresë që edhe në të ardhmen çdo ankesë mund të trajtohet, por me këtë efikasitet duhet të trajtohen të gjitha. Jo vetëm zotit Faton Pecis, dyqysh më duket është e padrejta, çdo një ankesë i kanë shkuar edhe herën e kaluar në ministri atje më thash. Po në rregull është ajo drejt më verifiku, po inshallah verifikohen për çdo institucion një që verifikohen te Faton Peci, përndryshe Faton Peci fitimtar. Faton Peci fitimtari këtyre shumë i betejave të vështira, një betejë të vështirë, edhe kësaj, edhe asaj paraprake. Po ajo që thashun se po shpërthoi njerëz për mua model i kulturës politike kanë edhe 3 kandidatët që Hajrullah Çeku, Arjan Tahiri edhe ish kryetari i Obiliqit. Xhafer Gashi që edhe në humbje kanë dinjitet edhe kanë tregu kulturë politikë, kështu duhet jetë. Si fitimtarë. Këtu është Mitrovica me që ka pasur një rol më të madh. Këtë fokusi këto. Pyetje shumë e vend humbës janë disa dukuri negative. Disa partitë politike janë humbë se gjua helmuse ose polarizuese nuk ka funksionu në Kosovë. Humbës një pjesë e ceka më herët tash edhe zoti Shala, humbës është edhe gjua toksike, po ashtu e disa media dhe opinionistëve tanë që më shumë jenë sigur kanë kandidat se sa opinionist dhe më shumë ka elemente pozitive. Kjo KQZ-ja në mënyrë maestrale kësaj radhe kemi kritikuar jashtëzakonisht shumë herën e kaluar. Kësaj radhe ka qenë perfekt, më një orë diçka, ti thua se e ke ditë rezultatin përfundimtar në një vend si Kosova është jashtëzakonisht mirë, edhe dita zgjedhjeve në përgjithësi që për gjithë procesit zgjedhor kjo që ka shku. Humbës nuk shoh verdiktin